Selam aleikum të nderuar shikues të podcastit të Muftinisë të Tovës, reflektimet e Ramazanit. 29 ditë, 29 mesazhe. Padyshim se edukimi i brezave të rinj luan një rol të rëndësishëm në shoqërinë tonë. Dhe pikërisht sot do të flasim për një temë e cila ka të bëjë me edukimin e brezave të rinj. Pra tema për cilën do të flasim sot është Ramazani fillimisht, pastaj medreseja dhe ndërtimi apo formimi i karakterit që bëhet nëpër medreset tona. Mysafir për këtë temë të sotshme kemi hoxhën e nderuar, profesorin e nderuar, koordinatorin e medresesë së vajzave në Tetov. Hoxhën e nderuar doktor Beqir Efendi Mehmeti. Selam aleikum, profesor i nderuar dhe mirëservet në podcastin tonë. Aleikum selam, mirë se u gjetëm. Faleminderit që keni ndaj kohë fillimisht. Pasi që jemi edhe në muajin e Ramazanit, a ka mundësi të na flisni pak se si e definojmë apo si e vlerësojmë domethënë Ramazanin popullata jonë në vendin tonë? Njëherët e falenderojmë Allahun fuqiplot i cili na mundsoi që të arrijmë këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Gjithashtu jemi mirënjohës dhe falëndërues ndaj tij që na udhëzon besimin islam, në cilin besim s'do të ishim të udhëzuar në qoftë se nuk na udhëzon ti vetëm Allah. Salavatet, selamet, përshëndetjet i takojnë shpirtit të pavdekshëm të Muhammed Mustafas, mësuesit të njerëzisë, sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk kurse u mundin e krijoi emanetin cilin e pranoi nga ana Allahut fuqiplot, e sqarojmë mbi në Islami dhe na evoluosi zemrat tona me ligjin e krijuesit gjithësisë. Gjithashtu shfrytëzoj rastin pasi që jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, të uroj gjithë besimtarët musliman për këtë muaj madhështor, që ditët të cilët i kanë agjëruar dhe është Allahu fuqiplot të u ketë pranuar agjërimin dhe gjitha ibadetet tjera të cilët i realizojnë brenda këtyre ditëve, njëkohësisht ditët të cilët ju kanë ngelur dhe është Allahu fuqiplot që t'i kalojmë me lehtësim, me maturi dhe inshallah me lutje dhe dua të pranuara tek madhënia e tij. Amin inshallah. Arsim Efendi, fatmirësisht e potencova dhe në fillim që ne jemi në këto vende ku gjyshër e stërgjyshër të gjithi kemi patur të orientuar në besimin islam, ku për nder të muaj madhështor, Allahu fuqiplot inshallah të gjitha kusurët e kësaj bote inshallah ua ka fal, që ne kanë ruajtur besimin të cilin e kam pranu nga paraarsit e tyre, ne kam pajis me gjitha virtytet e një besimtarit të mirëfillt, ashtu si kërkon krijuesi i gjithësisë, konkretisht Allahu fuqiplot, dhe ashtu si na ka porositur i dërguari i fundit Muhamedi alayhis salam. Është një fakt i pamohshëm se çdo veprimtari e njeriut në këtë botë kërkon vëmendje. Dhe vëmendja është çështja shumë e rëndësishme në ibadetet, në praktikën njerëzore apo në veprimet të cilët i bën njeriu. E dyta është kuptimi. Nëse një veprim të cilin e bën një individ, qoftë besimtar apo jo besimtar, nuk ka kuptim në atë veprim, padyshim se edhe ai veprimtari është me një përfundim të pakuptimt, dhe çështja e tretë është menaxhim të asaj veprimtarie apo atij niyeti apo atij ibadeti të cilën e realizon në jetën e tij përditshme. Edhe ibadetet tona të cilët i kemi të obliguara nga krijuesi i gjithësisë, konkretisht Allahu xhaleshanuhu, padyshim se kërkojnë vëmendje, kërkojnë kuptim dhe menaxhim. Edhe Ramazani, në qoftë se nuk ka vëmendje në realizimin e këtij ibadeti, edhe gjitha ibadeteve tjera, nuk ka kuptim pse agjërojmë dhe nuk ka menaxhim të atij ibadeti apo këtij agjërimi të cilin ne e realizojmë, padyshim se edhe përfundimi i këtij muaji apo këtij adhurimi nuk do të ishte kuptim. Fal asaj që ne jemi të përgatitur nga konkretisht nga gjeneratat paraprake, nga dietarët, nga hoxhallarët, nga prindët, të cilët janë pajis me parimet e besimit islam, ashtu si e ka dallu krijuesi i gjithësisë muajin e Ramazanit, padyshim se edhe opinioni jon, besimtarët e këtyre vendeve e kanë dalluar muajin e Ramazanit. E kanë dalluar në anën praktike. Bëhet para përgatitje për pritjen e muajit Ramazanit. Dhe padyshim iftari dhe syfiri janë dy fenomene shumë të rëndësishme. Namazi i Taravih është një fenomen shumë i rëndësishëm, nuk ka si namazet tjera. Dhe kur ta shohësh, të bësh një analizë në praktikën e përditshme, në realizimin, ti themi, e iftarit dhe syfirit, nuk është si darkat e përditshme.
Nuk është si manifestimet cilët i realizojnë besimtarët apo njerëzit në këtë vend, sikurse darka e përditshme që e kemi çdo ditë. Por ka ngrohtësi ndryshe prej darkave tjera apo ambient. Për shembull, e them, nëse në një darkë të solemne ke të ftuar, jam shumë i sigurt se nuk ka mundësi të ulën gjithë me një moment para sofrës të asaj darke. Por, kur vjen momenti i iftarit, gjithë ulën para sofrës. Nëse i kemi 10 antarë të familjes, ndoshta asnjëherë nuk ju bjen radha që të ushqen apo të hanë darkën e përbashkët. Kurse në iftar është momenti të ndryshe. Sofra, para pregaditja apo bukuria e sofrës së iftarit dallon nga bukuritë e sofrave të përditshme të tjera. Këtë kush e realizon? Këtë e realizojnë nënat tona, këtë e realizojnë bashortët tona, këtë e realizojnë dhe manifestojnë motrat tona, cilët i japën një bukuri mikpritjeje muajit të bekuar të Ramazanit. Na shpërbleftet ato. Tash syfiri është një fenomen vete, namazi i Teravis është një fenomen vete. Do të thotë kreta që i realizojnë gjatë muajit Ramazanit, kuptohet se kanë kuptim. Po kanë edhe vëmendje, por kanë edhe menaxhim. E njëjta gjë është edhe me ritualet tjera. Për shembull me namazin. Ka kuptim se e realizon, ka vëmendje në realizimin e atij ibadeti, po ka edhe menaxhim të ibadetit. Menaxhohet namazi ashtu si i ka hije një besimtar, apo dhe një ndër kushtet e pranimit, ti themi, të ibadetit apo namazit apo Ramazanit apo haxhit është menaxhimi i rregullave të cilët kërkohen, apo kuptimi pse ke obligim, apo ti themi vëmendja në realizimin. Lutem. Do të thotë kjo është gjithë ajo që i jep kuptim dhe shije. Dhe fal asaj që më thatë se si praktikohet apo si ndjehet apo Ramazani në vendet tona, tek popullata jonë, besoni se është një fenomen në vete ku i kanë dhënë një shije dhe një kuptim. Ato që e kanë pranuar nga krijuesi, konkretisht nga Allahu xhaleshanu, se muaji Ramazanit ndallon nga muajt tjerë, padyshim se dhe besimtarët e këtyre vendeve e kanë dalluar muajin e Ramazanit me gjitha ata para pregaditjet dhe realizimet brenda muajit Ramazanit nga ditët tjera apo muajt tjerë të vitit. Faleminderit profesor. Është vërtet e pamohueshme dhe është fakt se besimtarët në vendet tona e presin aq bukur dhe me aq padurim Ramazanin. Mirë po lind pyetja, çfarë roli luan domethënë Ramazani në formimin e karakterit besimtar? Në esencë, kuptohet se Allahu të fuqiplot kur e ka kriju krijesën njeri, ka kriju nga 3 komponente. Komponenti fizik, komponenti intelektual logjik dhe ai shpirtëror që është. Dhe nëse këta 3 komponente nuk bashkëveprojnë, nuk koordinohen njëra me tjetrën, dhe të jenë në kronologji të funksionalitetit të tyre, padyshim se do të prishet rendi tek individi dhe nëse prishet tek individi, padyshim se do të prishet edhe tek shoqëria. Për këtë kemi ajete kuranore të shumta, apo për shembull e themi, thot Allahu xhaleshanahu në Kur'an, bismillahirrahmanirrahim, wa khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Pra njeriu e krijova në formën më të bukur. Kjo është ana fizike. Ana shpirtërore, wa nafakhtu fihi min ruhi, dhe ti ja dham një pjesë nga shpirti jonë, do të thonë ana shpirtërore. Dhe ana logjike, nuk është rastësi që imperativi i parë që ka zbrit i Kur'anit famlart, po i cili ka zbrit në muajin e Ramazanit, ka zbrit imperativi i leximit, që i referohet logjikës. Dhe kur të bëjmë një krahasim, ti themi, të 3 komponenteve të cilët i posedon njeriu, anën fizike, anën intelektuale dhe anën shpirtërore, në qoftë se këta 3 komponente nuk i menaxhon si duhet, padyshim se prishet rendi i personalitetit të tij apo karakterit të tij. Dhe në këtë kuptim e kemi, ti themi, ajo faza e kuptimit instiktiv. Njeriu, si gjitha krijesat tjera, është një qenie instiktive, pasi që e posedon instiktin. Edhe është shumë normale, është krijesë, Zoti e ka kriju instiktin. Mirë po, dallimi në mes njeriu i cili instiktin e menaxhon me logjik dhe e mat me shpirt, ka dallim prej atij i cili nuk e menaxhon instiktin me logjik dhe me shpirt. Dhe Ramazani është një, ti themi, një orientimi jon, i cili
anën instiktive tonën e menaxhon. Një agjërues e menaxhon instiktin. Instikti i hajës dhe pijës. Është këtë gjitha gjallësat. Po është edhe tek njeriu. Gjallësat, krijesat tjera, instiktin e hajës dhe pijës nuk mund ta menaxhojnë me logjik se nuk janë të pajisur me logjik. Do të thotë, çka është Ramazani? Ramazani e menaxhon instiktin e hajës dhe pijës. Por nuk kërkohet vetëm kjo, se kjo është vetëm ana fizike. Po ana intelektuale çka është? Ana intelektuale do të mendon, ta menaxhon çka mendimin e mirë dhe të keqen. Ana shpirtërore çka është? Ana shpirtërore është ta mat atë. A është e dobishme, a është e adobishme. A është në rrugë të Zotit apo nuk është në rrugë të Zotit. Dhe njëkohësisht ta pasuroje. Lutem. Do të tani për atë dhe pejgamberi Islam një hadith thotë në qoftë se një agjërues nuk i ndërpret fjalët e liga, fjalët e pahishme, atëherë nuk ka nevojë të rihet pa hangër dhe pa pijë. Atëherë le ta vepron edhe këtë. Ku thot men lem yada qawla zuri wa amala biha falaysa lillahi hajatan tata'amahu wa sharabahu. Shumë qartë. Pra, në qëllimi nuk qenë ka menaxhimi vetëm i anës fizike. Po është i anës edhe shpirtërore, po anës edhe logjike, po anës edhe sjelljes, e gjitha këto gjëra. Pra, kur i marrëm dhe i bëm një analizë të përgjithshme, çfarë dobi ka besimtari nga Ramazani? Nga Ramazani ka se pajis apo e moderon instiktin me logjik dhe e mat me shpirt. Dhe kjo është pjesa e formimit të një karakteri njerëzor. Jo çdo herë që kemi dëshirë ta veprojmë se duhet veprohet. Te haja dhe pija. E marr si shembull. Si fëmijë, çka ti ofrosh para mund të hanë, por prindët mundohen ta mësojnë fëmijën që çka është e mirë dhe çka e keqe. Çka është e dëmshme dhe çka është e dobishme. Çka është e lejuar dhe çka është e ndaluar. Dhe Islami do të thotë nuk ka ardhur për të shtyp ndjenjat njerëzore, meraket njerëzore, qefet njerëzore, por ka ardhur me rregullativën e Kuranit dhe Sunetit për të menaxhuar ndjenjat, për të orientuar ka e mira. Do të thotë çka është e imja, nuk është e ytja, apo çka është e ytja nuk është e imja. Këto është dallimi mes asaj që ne i menaxhojmë si njerëz instiktet tona, dëshirat tona, vullnetet tona, me çka i menaxhojmë me logjik, me logjikën të cilën në ka pajis krijuesi, por ajo logjik nëse nuk është e pajisur me informata të sakta, konkretisht me Kur'an, sepse udhëzuese kemi në Kur'anin, dhe jo rastësisht Allahu fuqiplot imperativin e parë ka sjell fjalën ikra, lexo. Nuk ka thënë adhuro, nuk ka thënë lutu, nuk ka thënë falu, sepse nëse ti nuk di si të falesh, si do të falesh. Nëse ti nuk di si të adhurosh, si do të adhurosh. Pra, menjëherë pas instiktit vjen logjika. Pas logjikës vjen ana shpirtërore, e cila do të thotë ja jep shijen dhe kuptimin, apo ti themi ajo ana estetike, ti themi një adhurimi apo një ibadeti. Ta sjell një shembull për punën e Ramazanit, për shembull. Ana instiktive është se kur vjen momenti i iftarit, gjithë e presën iftarin. Dhe organizmi kërkon. Sepse është i krijuar për të kërkuar. Për hajë dhe pije, se ka qëndru 12 orë, në varësi sa është orari i agjërimit, prej lindjes deri në perëndim diellit, do të thotë pa hangër dhe pa pijë. Dhe në atë moment, kur ulesh para sofrës, bën dua, lutesh, është momenti kur ti shpirtnisht e ndjen atë nevojën instiktive, se instikti ka nevojë për hajë dhe pije. Mirë po, çka bën? Nuk ha as pi para se të jepet leje nga muezini se është afru koha e iftarit. E menaxhon instiktin e hajës dhe pijës. Këtë nuk e menaxhojnë tjerët. Ata cilët nuk janë besimtar nuk e menaxhojnë këtë instinkt. Po dhe jashtë Ramazanit të shumë rënd ta menaxhosh. Lutem. Tani, momenti kur ti të jepet leja për iftarin, me automatizëm fillon hajën dhe pijen. Por jam shumë i sigurt. Kjo është ana logjike. Çka është ana shpirtërore e sofrës së iftarit? Jam shumë i sigurt se besimtarët e mirëfillt nuk mendojnë vetëm për sofrën e familjes së tyre. Por ajo estetika, ajo shpirtërore është që mendojnë edhe për farefisin, për miqësinë, për fqinjet, të cilët nuk kanë çka të vendojnë në sofrën e tyre të iftarit. Kjo është ana estetike, shpirtërore e përjetimit të një ibadeti, ti themi që nëse e mbam atë lidhjen kronologjike, ti themi ajo ana fizike, ana intelektuale, logjike dhe ana shpirtërore.
Dhe është përbleft. Don profesor, me që ishim të pjesa e formimit të karakterit apo njerëzor që luan rolin Ramazanit, gjithashtu pasi që jeni edhe koordinatori i medresesë së vajzave, edhe medreset apo shkollat luajnë një rol të rëndësishëm në formimin e karakterit njerëzor. Çfarë roli ka luajtur domethënë medresia në këtë kuptim, këtë aspekt, pasi që edhe vetë tashmë jeni pjesë e saj dhe koordinatori i saj? Historikisht medreset kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm, pasi që janë angazhuar për një gjenerat e cila ka qenë muna atë moshë të formimit të karakterit shoqëror apo njerëzor. Do thotë gjithë sociologët, për gjithë pedagogët cilët kanë diskutuar rreth formimit të karaktereve njerëzore, kuptohet se kanë dhënë definicione të ndryshme, edhe pse kohët e fundit veç kanë filluar ndryshimet në shoqëri, por në këto botkuptime, por në esencë karakteret njerëzore formohen nga mosha e lindjes së fëmijës deri në moshën 16 vjeçare. Do thotë përfundimin e shkollës së mesme. Dhe pastaj do thotë ata kanë mundësi të rrugullohen, zbukurohen, gdhenden, pajisen me ti them me shtesa ose me mangësi, por në esencë themelet e formimit të karaktereve njerëzore janë këtë periudhë kohore, nga mosha e lindjes deri në moshën, ti themi, 16 vjeçare. Medreseja ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në këtë segment, sepse mu këtë pjesë të formimit të karakterit gjeneratës së re, gjeneratës e cila është në formim, kanë qenë pranë këtyre vatrave arsimore, gjeneratët e reja, kanë qenë pranë arsimtarëve, profesorëve, profesoreshave, hoxhallarëve, të cilët kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në formimin e karaktereve të njerëzore, konkretisht të tyre gjeneratave, dhe kjo periudhë kohore, ti them, jo se i ka shtyp ndjenjat e gjeneratës, por përkundrazi i ka moderu ata. I ka moderu. I ka gdhend. I ka gdhend ata. Dhe kjo është ajo, ti themi, kuptimi i gjithë aktivitetit të gjithë asaj gjenerate. Por, kjo ka reflektu edhe në opinion. Si ka reflektu në opinion? Ndërlidhëm pak me pikën e parë ku çfarë ndikimi apo si e kam mirëprit besimtarët muajin e Ramazanit. Shqo, nga plan programi i medreseve ka qenë gjithmonë praktika e Ramazanit. Dhe gjithë nxënësit të cilët e kanë ndjek mësimin në këta vatra arsimore, e kanë pat të obligueshme që të realizojnë edhe praktikën e Ramazanit, gjatë muajit Ramazanit. Gjitha teoritë cilën e kam mësuar brenda vitit, një muaj Ramazan kanë qenë të obliguar të ndjekin praktikën e Ramazanit, pasi që shpeshherë ka ndodhur, kur ishim ne në medrese, nga vitet 91, 92, në atë periudhë kohore, në qoftë se nuk e realizoje praktikën e Ramazanit, përjashtoheshe nga shkolla. Ishte shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme ishte. Dhe beso, gjithë ata nxënës të cilët kanë shkuar në xhameja, kanë qenë aq mirë të mirëpritur nga opinioni, nga xhamati, saqë gjithë ata nxënës të cilët pas përfundimit të praktikës së Ramazanit e kishin vullnetin të dyfisht nga ajo para se të shkojnë në praktikë të Ramazanit. Sepse kishin vlerësim dhe kishin garim. Periudha kohore, në këtë pjesë të kohës, fëmijët, ti themi, gjithmonë ne kemi qenë fëmijë në atë kohë, kemi qenë gjeneratë e cila kemi qenë në formim, gjithmonë e periudhë kohore në anën psikologjike të gjithasaj gjenerate i kërkojnë di fenomene. E kërkojnë fenomenin e vlerësimit dhe garimit. Dhe në qoftë se nuk i ofrohet asaj gjenerate garimi dhe vlerësimi, padyshim ja humb guximin për veprim. Dhe më kujtohet, tani ne kemi qenë gjithë praktikant. Nuk ishim përgatitur për opinion, nuk ishim përgatitur dalim para xhamatit. Do të ishim shumë të rinj në atë kohë, dhe imagjino dalësh para 300-400 vetëve, 500 vetëve me një xhami, moshë të re, flasësh për parimet e besimit, flasësh për, ti themi, për obligueshmërinë cilën e ka besimtari ndaj Allahut fuqiplot, apo ndaj besimtarëve, apo ndaj rrethit ku jeton, ishte një fenomen shumë i rëndësishëm dhe shumë i rëndë ishte për ne. Mirë po, nuk do të thotë se kemi qenë gjithë praktikantët superior, nuk do të thotë se gjithë kemi qenë ideal, të pagabushëm, dhe kemi thënë gjithmonë të duhurën, por as një xhamat, as një hoç më i vjetër se ne,
asnjë imam i asaj kohe që ishte, asnjëherë nuk ka shkuar që ta rëndon, ta ofendon, demotivon një nxënës i cili ka qenë në praktik. Gjithmonë u thoshte një shprehje, më kujtohet shumë mirë. Talebe është, duhet vlerësohet edhe me gabuki, talebe është. Çka ishte kjo? Kishte një vlerësim dhe motivim në atë kohë. Dhe njeriu në esencë ka dëshirë të vlerësohet. Nëse nuk e vlerëson mundin dhe kontributin, ti themi, po edhe të mëdhejt, por nëse nuk e vlerësove, dhe automatizëm ja humb shpresën për veprim, apo për, ti themi, për angazhim të mëtejshëm. Dhe kjo është ajo që do të thotë ana praktike e nxënësve të medreses, në për shkolla, apo në për medrese, apo në për xhamia, apo në për mektebe, ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në formimin e karakterit të asaj gjenerate. Dhe ajo pjesë që, ti themi, e praktikës së Ramazanit, në mënyrë indirekte formonte karakterin e një medresanti. Pse? Kishte drohe. Kishte drohen sjellje, kishte drohen veprim, kishte drohe ku ecën, kishte drohe ku lëvizën, sepse ishte një figurë me një shenjë. I e medresant, ishte gjithmonë qendër vëmendjes. Dhe çka bëheshte? Domethënë me automatizëm reflektonte në psikologjinë e medresantit. Që medresanti të jetë më i kujdesshëm. Instiktet e veta, dëshirat e veta, qefet e veta ti moderoje. Dhe qëllimi i Islamit është moderimi i ndjenjave. Dhe kjo ishte ajo që ja jepte kuptimin e një medresanti, ti themi. Por fal asaj që u vlerësoheshte nga opinioni, ashtu edhe sot e kësaj dite, dhe unë lirisht mund të them, jam mirënjohës pa mas, që këtë vlerësim cilin e kanë medresantët në vendin tonë, besoni se nuk është askund në botë. Medresanti ka një vend të posaçëm, si në familje, si në rrethin ku bashkjeton apo bashkëvepron, po mos flasim edhe në vendet ku ata janë kyçur në aktivitet, në punë, në angazhim, dhe me punë të cilët ata po i veprojnë, fal kontributit të kësaj opinioni, këtij opinioni o këtij xhamati, ne sot mbijetojmë, ne sot veprojmë këtë formë dhe ne sot jemi ata të cilët flasëm dhe veprojmë shumë lirshëm, padyshim duke qenë mirënjohës njëherë ndaj Allahut fuqiplot, por njëkohësisht edhe një merit e veçantë është edhe gjithë këtë opinion i cili fal kontributit të tyre ne sot funksionojmë në këtë formë cilën jemi duke funksionuar. Dhon duke tash po flas nga përvoja, ajo që e ceket se ndihmon në formimin e karakterit. Kur je medresant, më thon, fillimisht çdo gjë fillon si lufta me vetveten. Të ruhesh, të kesh kujdes, po pastaj nga lufta me vetveten shndrohet domethënë në zakon apo pjesë e joqja e përditshme. Cilmon nuk e ke luftë, po e ke parim jete. Siç thash, vet vin nga bankat e medreses, jam ulur para profesorëve, të cilët ndoshta edhe ju i keni takuar apo edhe juve ju kanë mësuar, dhe është vërtet se medreseja të këdhent të orienton, të jep një botkuptim ndryshe për botën, të bën të shikosh botën me sy ndryshe dhe padyshim që të jep një karakter të fortë. Tash, domethënë, çka mund të na thoni për angazhimin e nxënësve të medreses në jetën e tyre, domethënë pas përfundimit të studimeve? Tash, domethënë, unë sot jam këtu para jush, domethënë, dikur kam qenë si nxënës juaj, domethënë para juve si nxënës juaj, ndërsa sot jemi në stilin e moderatorit, domethënë, edhe unë jam produkti i medresesë së dashur. Por çka mund thoni në përgjithësi për angazhimin e nxënësve të medreses pas, domethënë, jetës studimore apo pas studimeve? Arsim, është një gjë shumë e rëndësishme që aktiviteti pas formimit të jep atë kuptimin e asaj cilën të jep përgatitur. Nëse nuk ka veprim, nëse nuk ka rezultat, nëse nuk ka sukses në atë platformën e përgatitjes paraprake të një nxënësi të përgjithshëm, a veçanti të një medresanti, padyshim se atëherë i gjithaj mund i cili është dhënë në kohën paraprake, në formimin e tij, apo në edukimin e tij, apo në shkollimin e tij, atëherë do të ishte i pavlerë. Por, fatmirësisht, nuk ka nxënës të medreses i cili nuk është i angazhuar. Unë them parcialisht ndoshta nuk janë gjithë të angazhuar në profilin cilin ata kanë studiuar, kushtimisht teologji, por kemi profilet ndryshme, në drejtimet ndryshme, në angazhimet ndryshme, por fenomeni shumë më i rëndësishëm, çështja shumë më e rëndësishme
është që ne sot kur takojmë nxënësit e medreses në për detyra kyçe, në për institucione të ndryshme, në për ambiente të ndryshme, qofshin ata në vendlindjen e tyre apo në diaspor, shohim se me të vërtet kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në formimin e shoqërive, ti themi, të edukuara në frymën islame, po njëkohësisht edhe në frymën e menaxhimit të institucioneve të cilët ata funksionojnë. Në për institucionet, ti them, e Bashkisë Islame këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut, i kemi gati se gjithë të angazhuarit i kemi medresant. Duke filluar nga me xhamit, nga mektebet, nga medreset, ashtu me radhë, por vlen të theksohet që edhe angazhimi i medresantëve edhe në diaspor është një produkt i medreseve. Dhe fala saj që medreseja ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në formimin e gjeneratave të reja, sot të gjitha institucionet të cilët i kemi në diaspor që e organizojnë jetën fetare atje apo kulturore të besimtarëve musliman që kanë shkuar, ti themi 50% të opinionit ne kemi në diaspor të popullatës tonë, besoni se janë gjithë medresant. Dhe luajnë role kyçe në jetën fetare atje, edhe por edhe më gjerë. Lutem, ne kemi kalu ca vite, ndonjëherë na ka çu detyra, ndonjëherë na kanë çu hallet e situatat dhe vizitat të cilët e kemi realizuar në diaspor, besoni se të gjithë nënpunësit fetar, konkretisht teologët, hoxhallarët, të cilët menaxhojnë institucionet fetare në diaspor, janë të mirëfillt, e kanë menaxhuar opinionin aq bukur, ndoshta mund të them lirisht, mund të them ndonjëherë se edhe kanë menaxhuar më mirë se sa në vendlindjen e tyre. Nga droja, e vetmja droja që është atje, që mos e humbin gjeneratën e re, mos ju dalen nga kontrolla, pasi që me një shtet të huaj, me një vend të huaj, ku jeton dhe bashkjeton dhe nuk e ke pushtetin tënd, gjithmonë droja është më e madhe. Ne këtu në vendlindje jemi më të lirë pak në këtë drejtim, kemi ambientin e kemi pak më ndryshe dhe ajo e ka bërë që ata të menaxhojnë situatën e opinionit, xhamatit, popullatës besimtare pak më mirë se sa ne. Bile luajnë rol të rëndësishëm jo vetëm në kultivimin e vlerave fetare, por edhe atyre kombëtare. Si janë dy elemente që ju mungojnë, domethënë, jashtëzakonisht për dallim nga këtu te ne dhe kanë dhënë kontribut madh gjithsesi të dy aspektet. Vetmja pikë që orientohen popullata jonë, e cila jeton në diaspor, orientohen orientim e kanë xhami. Vend takime kanë xhami, ku flasën shqip në atë ambiente, ku flasën për besimin e tyre, ku organizohen Ramazanet, iftaret, pak më shumë se sa tutene, manifestimet e ndryshme menaxhohen dhe organizohen gjithmonë në, domethënë, pak më mirë se sa kene, për atë them se të gjithë ata të cilët i menaxhojnë dhe organizojnë jetën apo jetën fetare apo jetën kombëtare apo jetën kulturore të popullatës tonë e cila është në diaspor janë gjithë medresant. Dhe ne mburemi me atë dhe nëse i themi çfarë roli ka luajtur medreseja. Medreseja ka luajtur shumë rol të rëndësishëm. Se nëse flasëm, unë kam vizituar Perëndimin nga ajo që i kam pat prindët atje, nga viti 85, domethënë 1985, dhe kur bëj një krahasim me kohën e tanishme, besoni se ka një dallim shumë të madh. Do thotë me xhamit apo qendrat kulturore apo fetare kanë filluar nga vitet e 90-ta, 91-shin, domethënë flas Zvicër, Gjermani ande, po unë flas për Zvicrën se atje kam udhëtuar më shpesh. Dhe deri në atë periudhë kohore, i them muslimanët e këtyre vendeve, shqiptarët të cilët ishin me punë përkohshme në Zvicër, ata nuk kishin praktikimin e namazit xumas, nuk e kishin se s'kishin ku ta bëjnë. Për Bajram mundoshin t'i kryjnë ato ritualin apo faljen e namazit Bajramit në xhamit të cilët ishin afër Konstancit, i themin gjermanisht, ishin ke xhamit apo mesgjidet e komunitetit turk. Turqia kishte të hapura mesgjidet e xhami, kurse shqiptarët nuk kishin. Dhe po më e keqja që ishte se në pjesën, ti themi, kohës lirë, ditët e vikendeve, ata qëndronin nëpër banhofe, nëpër stacione trenash, se s'kishin vend takim. Sot ka një pikë takim, sot është një botë tjetër, sot ka një dallim shumë të madh.
gjithë takohen me një vend, gjithë flasin një gjuhë, gjithë kanë një besim. Besoni se është një kënaqësi e veçantë, se ne i vizitojmë edhe tani, i kemi vizituar edhe më herët, por tani është dallimi shumë i madh që fal kontributit të besimtarëve, kuptohet, cilët kanë gjetë atë, atë rahatin shpirtënore në realizimin e këtyre organizimeve, por menaxhimin e kreditin e qendrave e menaxhojnë gjithë janë ata teolog, ato xhallar të cilët kanë dalë nga bankat e medreses. Alhamdulillah. Profesor, dalim tash te medreseja jonë këtu në Tetov. A mund të tregoni diçka, domethënë rreth medresesë vajzave, sa gjenata kanë kalu, sa nxënës kanë diplomuar kështu me radh? Po, arsim, tani para se të flas për paralelen e vajzave këtu në Tetov, doja të bëj një historiografi të shkurtër me disa fjalë, pak të ndërlidhem me atë se medreset do të thotë në trojet tona, veçanti në Maqedoni, ekzistojnë prej atëherë kur kanë jetuar dhe kanë funksionu apo kanë ardhur besimtarët musliman. Do të thotë historikisht dihet se nga viti 1440 janë hap medreset e para në Ballkan, kur këtë ishte në Maqedoninë e Veriut. Dhe kjo medrese e cila funksionon në ditët e sodit e bart edhe emrin e themeluesit parë, Isabeu. Edhe pse kanë kalu, domethënë, periudha të ndryshme, të sundimeve të ndryshme, janë rënu disa herë, janë hapë dhe rihap disa herë, dhe në vitin 1984 rihapet medreseja e djemve në Shkup, konkretisht në Këndov, dhe në atë medrese kanë mësuar në mësim të rregull vetëm gjinia mashkullore. Para 2 viti konkretisht tani, medreseja qendre manifestoi dhe kremtoi 40 vjetorin e themelimit, që është një histori e bollshme, është një bagazh mjaft i madh i angazhimit, po edhe i profitit, edhe rezultatit të cilin e ka dhënë medreseja, duke qenë mirënjohës ndaj gjithë atyre themeluesve të cilët kanë kontribuar në atë drejtim, por në theks të veçantë edhe popullatës muslimane e cila me vetë kontribute ka ndërtuar gjithat godin, gjithat objekt dhe e ka mirëmbajt në atë kohë edhe sot të kësaj dite. Dhe në vazhdimsi, do të thotë medreseja Isabeu e cila funksionon dhe kësaj dite nga viti 1984, nga nevoja e cila është paraqitur në atë kohë, që jo vetëm se të arsimohet dhe edukohet vetëm gjinia mashkullore, ka pat kërkesat që të edukohet dhe arsimohet edhe gjinia femërore. Nga pamundësia që të qëndrojnë gjinia femërore në konviktin e medreses së djemve, cila është në Këndov, atë gjithmonë është mundësu që gjinia femërore të ketë mundësi arsimimi dhe edukimi në mënyrë të çrregullt. Domethënë, nuk i kanë ndjek mësimet e rregullta, por me korrespondencë kanë shku dhe i kanë paraqit provimet 2 herë apo 3 herë në vit, atësa ka qenë domethënë konkursi i shpallur dhe i kanë dhënë provimet dhe kanë diplomuar. Mirë po, me kalimin e kohës, kuptohet, nevoja ka qenë pak më e madhe për një mësim të rregullt të gjinisë femërore. Situatat kanë ndryshuar nga viti në vit dhe opinioni i gjerë, veçanti opinioni i besimtarëve musliman, Tetova gjithmonë ka qenë bartëse e shumë aktiviteteve, cilat kanë qenë themeltare të një shoqërie, konkretisht për arsimim, për edukim, për çdo gjë e cila ka pat nevojë. Gjithmonë ne si tetovar, unë mburrem me atë se jam prej Tetove dhe kanë qenë bartës së shumë fenomeneve. Dhe historikisht, para se të hapet medrese e vajzave këtu në Tetov, kanë funksionuar edhe 2 medrese paralele, domethënë më herët. Njëra ka qenë medreseja El Hidaye, e cila është rënuar bashkë me xhamin e Çarshis në vitin 1965, domethënë ka qenë qendër Tetovës. Pastaj ka funksionuar edhe medresa e Sinanie, do të thotë që ka qenë karshi hamamit të Tetovës, karshi më poshtë se xhamia e Pashës. Dhe tani
do të thotë edhe ajo është rënu nga koha, kuptohet. Tani në vitin 2004 nga vullneti i mirë i konkretisht i udhëheqësisë së Bashkisë Islame, asaj kohe, njëkohësisht nga vullneti i mirë edhe i teologëve, hoxhallarëve, të cilët kanë funksionu dhe kanë vepru në Tetov dhe rrethin, është hap edhe paralelja e parë e vajzave në Tetov. Do të thotë nga viti 2004-2005, viti shkollor, medreseja e Tetovës do të thotë ka afër 22 vite angazhim punë, ku në këtë medrese funksionojnë të gjitha paralelet, do të thënë të gjitha lëndët apo të gjitha programet të cilët janë bazike të medreses tjetër, me një kapacitet të plot të funksionimit dhe me gjitha kushtet, por nuk kemi internat që qëndrojnë vajzat, udhtojnë çdo ditë, si gjitha shkollat tjera të mesme. Para një viti ne konkretisht e manifestume në 20 vjetorin e themelimit. Si vjet jemi në gjeneratën e 18, më thanë që 18 gjenerata, nga numri të cilin unë e kam bërë një analizë dhe një studim rreth nxënësve të cilët kanë diplomuar pranë kësaj medreseje, do të thotë numri arrin afër 720 nxënës të cilët kanë përfunduar medresen. Ata të cilët kanë përfunduar në këtë medrese, padyshim se janë të angazhuar në shumë drejtimet ndryshme. Nuk jam të angazhuar vetëm në Fakultetin e Shkencave Islame. Ka të tyre një numër më i madh është në Fakultetin e Shkencave Islame, qoftë në Maqedoni, në Fakultetin e Shkencave Islame në Shkup, ka në Prishtinë, po në Turqi edhe jashtë vendit ka. Po nga takimet e gjeneratave të cilët i realizojmë gati në çdo vit nga një gjenerat, takimin e gjeneratave, besoj se si vjet kemi pa 2 takime gjeneratave, me gjithë ata të cilët kanë përfunduar medresen, sot i kemi të gjithë me fakultet, një numër të konsiderueshëm kemi edhe master dhe doktoratur, dhe të gjithë gati si janë të angazhuar në profilet të cilët ata apo në atë drejtimin të cilin ata e kanë zgjedhë si profil të angazhimit të tyre. Është një merit shumë e madhe, jemi shumë të lumtur nga ajo që shohim, por e veçanta në atë se medreseja konkretisht në esencë nuk ka vetëm shkollë. Sepse në medrese nuk flet shkolla. Shumë pak flet shkolla. Shumë pak flasën fjalët. Më shumë flet ambienti. Do të thotë në medrese flasën e muret. Në medrese flet edhe veshja e një profesori apo profesoreshi. Në medrese flet edhe sjellja, edukata. Dhe më thënë, ne numrin e nxënësve të cilët e posedojmë dhe në momentin kur ti bën një vizit nga jashtë, kemi shpesh herë vizita të misafirëve që vjen, shpesh herë thonë a ka nxënës këto. Edhe pse arsim ka, mësim ka, funksionon çdo gjë në rregull, nuk hetohet asnjë zhurmë ku të thuash se këtu pas ka shumë nxënës. Për atë them, edhe kam thënë unë disa herë, medreseja është si shkolla tjera, por shkolla tjera nuk janë si medreseja. Po, do thonë, një thënie që ata të cilët kanë shiu jetën, unë nuk e quaj kohën e shkollimit, e quaj jetën në medrese, mund ta kuptojnë edhe më mirë këtë. Hoxhë nderuar, profesor i nderuar, të falenderoj që ndajte kohë dhe që kaq bukur e spjegove, domethënë çështjen e Ramazanit, medreses, dhe realisht më ktheve në kohë, u mallëngjeva pak për medresen, për kalume, po. Lutë Allahun që t'ju shpërblen që ndajte kohë dhe falenderit edhe njerë shumë për pjesëmarrjen në këtë podcast. Ju falenderit, Arsim Efendi, edhe për ftesën që ma bët, por unë si përfundim do të kisha thënë disa fjalë për atë që pasi që jemi në muajin e Ramazanit, unë ju kisha falendëruar gjithë opinionin e gjerë, gjithë besimtarët, qofshin ata në Maqedoni apo edhe më gjerë në diasporë, për angazhimin e tyre
që medreset të funksionojnë këtë formë. Falë kontributit të tyre ne funksionojmë, kështu si jemi. Falë zemërgjërësisë të tyre ne funksionojmë, kështu si jemi. Dhe unë e lusë Allahun Gjellëshanu që për gjithat kontribut, për gjithat mund që e japën, për funksionimin e gjitha këtyre medreseve, qofta janë Shkup, qofta janë Gostivar, qofta janë Shtip, qofta janë Tetov, falë kontributit të tyre ne funksionojmë dhe frymojmë këtë formë. Dhe falendrimin tjetër që do të kisha patur, do të isha orientu në një mirënjohje të sinqertë ndaj gjithë kolektivit të profesorëve e profesoreshave, të cilët japën një kontribut jashtëzakonshëm në këtë drejtim. Besoj se gati se pjesën më të madhe të jetës tyre e harxojnë duke mendu, duke funksionu, duke vepru, vetëm e vetëm përgatisin gjeneratat cilët nesër do t'i shërbejnë kësaj populate. Unë e lusë Allahun Gjellëshanu që t'u jap shëndet gjithë profesorëve e profesoreshave. Qofshin ata në funksion tani, në qoftë se janë të pensionuar, Allahu fuqiplot t'u jep shëndet dhe mbarësi. Ata cilët janë bën për rahmet, se shumë për tyre i kemi dhe më thënë nuk i kemi në mesin tonë, kanë shku në rahmetin e Allahu fuqiplot, dhe është Allahu Gjellëshanu inshallah ti ngërthen në rahmetin e ti, ti shpërblen me shpërblimet që gjendet madhënia e ti, sepse kanë lënë një sadaka xharje, një sadaka e të rrjedhshme. Nuk thonë kohë pesha e qelit dhe vlera mësuesit nuk matën kohë. Asnjëherë s'matën. Me të vërtet, për ata si përfundim, për fal ti muaj madhështor, dhe është Allahu fuqiplot na i pranon duat, unë e kisha të them një mirënjohje të sinqertë ndaj gjithë ata cilët merren me edukimin e këtyre brezave, por njëkohësisht edhe gjitha institucioneve të cilët na përkrahin që ne të funksionojmë në këtë formë, duke filluar nga Bashkia Islame, muftinit, ashtu me radhë xhamit, hoxhallarët, mualimët, të gjithë ata janë pjesë e kësaj gjenerate e cila edhe jep kontributin e pazakont në formimin e gjeneratave të reja. Allahu fuqiplot i shpërblet gjithë. Amin. Faleminderit edhe juve. Faleminderit. Të nderuar shikues, ky është podcasti i sotshëm. Edukimi mirëfillt është shpirti i kësaj shoqërie. Të nderuar prindër, nëse dëshironi që t'i jepni fëmijës tuaj dhuratën më të bukur, ato mund t'ja jepni vetëm nëpërmjet edukimit të mirëfillt. Pra t'i jepni një edukim shpirtëror fillimisht e pastaj një edukim të mirëfillt. Nëse dëshironi që të jepni shoqërisë mirësi dhe të ndani nga veçja juaj për shoqërinë, jepni atyre një njerëz të edukuar, në mënyrën më të mirëfillt dhe në mënyrën më të sinqertë. Jepni shoqërisë një medresant apo qoftë çfarëdo drejtimi që të jetë, por parimore të jetë edukatë mirëfillt, edukatë shpirtërore dhe të jenë në parim me Allahun Gjellëshanuhu. Deri në podcastin e ardhshëm, ju lëm në mëshirën e Allahut Gjellëshanuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.